Le të flasim për katastrofat. Shpesh mendojmë se ato ndodhin me një shpërthim të papritur, një gabim i vetëm fatal. Por ç'të themi nëse shkaku i vërtet është diçka shumë më e ngadalt, më tinëzare, një proces ku gjërat e rrezikshme dal ngadalë fillojnë të duken normale? Shumica e njohin historinë. Anija kosmike Challenger shpërtheu për shkak të një vendimi të keq të marrë në presion të madh. Por, a është kaq e thjeshtë? A është kjo e gjithë historia? Le ta gërmojmë pak më thellë. Le të kthehemi në kohë, në atë natë të ftohtë dhe tensionuar të janarit 1986, ndërsa bota priste me padurim lëshimin e anijes, një grup inxhinierësh ishin të tmerruar nga diçka që po shihnin. Problemi pra ishte te diçka në dukje e vogël, unazat O-ring, disa vula gome të raketat shtytse. Inxhinierë si Roger Boisjoli po luftonin me çdo kusht, duke argumentuar se i ftohti ekstrem do t'i bënte këto vula të ngurta e të brishta. Kjo do të lejonte gazrat përvëlues të dilnin jashtë duke shkaktuar një katastrofë. Rreziku ishte absolut. Gjatë një takimi të edhshëm, inxhinierët paraqitën këtë tabelë. Ajo tregonte vetëm rastet kur unazat O-ring kishin pësuar dëmtime. Duke parë këto të dhëna, menaxherët thanë: "Prit një minutë. Këtu nuk ka një lidhje të qartë. Dëmtime kishin ndodhur edhe në temperatura të larta." Për ata, argumenti nuk ishte bindës. Po bazuar vetëm në atë që pan, arsyetimi i menaxhmentit dukej logjik. Por a ishte ky gjithë informacioni? Çfarë nuk po shihnin ata në atë tabelë? Ktu qëndron thelbi i gjithçkaje. Dhe ja ku gjërat bëhen vërtet dramatike. Kur shtohen të dhënat për 17 fluturimet e tjera, ato pa asnjë problem, tabloja ndryshon plotësisht. Çdo fluturim i vetëm pa dëmtime kishte ndodhur në temperatura mbi 18 gradë. Papritur, lidhja me të ftohtin nuk ishte më thjesht një hipotezë, ishte një model i qartë si drita e diellit, një kamban alarmi që po binte me zë të lartë. Atëherë, ishte thjesht çështje e një grafiku të keq? Për vite me radhë, kjo ngjarje u shpjegua si një rast tipik i groupthink, pra mendimi i grupit, ku të gjithë bien dakord për të shmangur konfliktin. Por, siç do ta shohim, e vërteta është shumë më e thellë dhe më shqetësuese. Këtu në histori hyn një personazh kyç, sociologjia Diane Vaughan. Ajo nuk u knaq me shpjegimet sipërfaqësore. Për gati një dekadë, ajo u zhyt në arkivat e NASA-s duke intervistuar njerëz dhe duke analizuar dokumente, në kërkim të një shpjegimi më të thellë. Dhe çfarë zbuloi? Se takimi i asaj nate ishte krejt e kundërta e groupthink. Nuk ishte një grup i vogël mish që po përpiqeshin të ishin të sjellshëm me njëri tjetrin. Jo, ishin 34 njerëz, shumë prej të cilëve as nuk njiheshin, të përfshirë në një debat të ashpër, plot tensione dhe kundërshti. Pra teoria e thjesht nuk qëndronte. Kjo na lë me një pyetje të madhe. Nëse shpjegimet e zakonshme nuk janë të sakta, atëherë cili ishte ai mekanizëm i fshehtë që çoi 7 astronaut drejt vdekjes atë mëngjes? Puna e palodhur e Vaughanit e çoi atë në një përfundim revolucionar, një teori që jo vetëm shpjegon tragjedinë e Challengerit, por shërben si një paralajmërim i fuqishëm për çdo organizat. Ajo e quajti normalizimi i devijimit. Ky është një proces gradual ku një devijim nga standardet e sigurisë, diçka që në fillim shihet si një problem i madh, dal nga dal fillon të pranohet si një rrezik i menaxhueshëm dhe në fund bëhet thjesht pjesë e normales. Funksionon afërsisht kështu. Së pari ndodh diçka e gabuar, një anomali. Pastaj, me që nuk ndodh katastrofa e menjëhershme, njerëzit gjejnë mënyra ta justifikojnë atë, duke thënë, e kemi nën kontroll. Dhe së fundi, pasi përsëritet disa herë pa pasoja fatale, ajo anomali nuk shihet më si problem, por si mënyra se si bëjmë gjërat këtu. Vaughan e përmblodhi këtë proces në mënyrë geniale me këtë fjali: e papritura o bë e pritura, e pritura u bë e pranuara. Ajo që dikur ishte një alarm tronditës, u kthye në një zhurmë rutine në sfond, derisa u injorua plotësisht. Tani, le të kthehemi te NASA dhe të shohim se si funksionoi kjo rrëshqitje e rrezikshme në praktik, vit pas viti. Kjo nuk ndodhi brenda një dite. Fillimisht standardi ishte absolut, 0 dëmtimi unazave. Kur u pa problemi i parë, ishte një alarm i madh, por anija u kthye shëndoshe mirë. Pastaj ndodhi përsëri, dhe përsëri, me çdo kthim të sigurt, normalja e re zinte rrënjë më thellë. Deri në vitin 1986, dëmtimi i unazave nuk ishte më një anomali shokuese, por një karakteristike e njohur dhe pranuar e sistemit.
Sipas Vaughan, 3 faktorë kulturor e ushqyen këtë proces. Së pari, një presion i jashtëzakonshëm për të respektuar afatet. Së dyti, një hierarki e ngurtë ku menaxherët u thoshin inxhinierëve të hiqnin kapelen e inxhinierit dhe të vinin atë të menaxherit. Dhe së treti, dëshira për ta paraqitur udhëtimin në hapësirë si diçka rutinë, duke fshehur rreziqet e tij të mëdha. Tani, kjo është pika ku historia bëhet edhe më e rëndësishme, sepse kjo nuk është vetëm një histori për NASA-n. Ky model dështimi është universal dhe e gjejmë kudo rreth nesh. Shikoni rastin e Enronit për shembull. Rënja e tyre spektakulare nuk ishte rezultati një vendimi të vetëm të keq. Ishte kulmi viteve të tëra të devijimeve të vogla nga praktikat e shëndosha financiare. Devijime që u normalizuan derisa mashtrimi u bë mënyra standarde e punës. Enron e nisi si një kompani e qëndrueshme gazi. Më pas, bëni një hap të vogël anash, drejt energjisë elektrike. Pastaj, hapa më të mëdhenj drejt investimeve gjithnjë e më spekulative. Çdo hap i ri që i largonte kompaninë nga thelbi i saj, racionalizohej si një lëvizje e zgjuar biznesi. Në realitet, ishte thjesht një hap më shumë në normalizimin e devijimit deri në kërcimin final në një treg që nuk e kuptonin, i cili shkaktoi kolapsin total. Por historia e Challengerit nuk mbyllet në 1986-ën. Pjesa më tragjike e saj është ajo që ndodhi më pas, ose më saktë, ajo që nuk ndodhi. Pasi Diane Vaughan publikoi librin e saj monumental, i cili shpjegonte me detaje se si kultura e NASA-s çoi në katastrofë, agjencia nuk e kontaktoi kurrë, as një telefonat. 0. Vite më vonë, kur po hetohej tragjedia e anijes Columbia, vonën ndaru këtë histori therse. Gazetarët e thirrën, akademikët e thirrën, madje edhe një ish i dashur i gjimnazit e mori në telefon, por organizata në qendër të studimit të saj heshti plotësisht. Dhe kjo heshtje pati pasoja vdekje prurse. 17 vjet pas Challengerit, anija Columbia u shpërbër gjatë rihyrjes në atmosferë. Përfundimi i bordit hetimor, shkaqet rrënjësore ishin po ato dështime kulturore që kishte identifikuar Vaughan. Normalizimi i devijimit. Mësimi nuk ishte nxënë. Dhe kjo na sjell te pyetja përfundimtare, një pyetje për të gjithë ne. Cilat standarde po ja shkalojmë? Cilat problemet vogla kemi filluar t'i pranojmë si normale në punën tonë, në projektet tona apo edhe në jetën tonë personale? Sepse historia e Challengerit na mëson një gjë të qartë. Shpërfillja e devijimeve të vogla sot mund të jetë duke ndërtuar skenën për katastrofën e nesërme.